Prokuroria e Tiranës ka paraqitur pretencën ndaj Ilir Beqarajt i akuzuar për përfshirje në vrasjen e Gentian Betjes, ngjarje e ndodhur një vit më parë në Larushk të Fushkrujës. Organi i akuzës në përfundim të shqyrtimit kërkoi dënimin me 23 vite burg, duke argumentuar se provat hetimore për fshir profilet ADN-s dhe të dhënat e GPS-it e lidhin të pandehurin me ekzekutimin. Sipas dosjes hetimore, më 15 mars të 2024-s, personat armatosur kanë depërtuar në oborin e banesës së Betjes dhe kanë qelluar disa herë në drejtim të tij, duke lënë të vdekur në vend. Pak minuta pas krimit, në fshatin Hasan të Fushkrujës, është gjetur duke u djegur automjeti tip Land Rover që dyshohet se u përdor nga autorët. Hetimi ka zbuluar se Beqaraj, me mjetin e marrë me qira, është regjistruar disa herë pranë zonës ku ndodhej banesa e viktimës, gjë e provuar edhe nga sistemi GPS-it. Ndërkohë, ekspertiza biologjike ka identifikuar gjurmë gjenetike të Beqarajt dhe fildian plakut në makinën Volkswagen Golf e përdorur për të larguar menjëherë pas djegjes së Land Roverit. Prokuroria sqaron se procedimi ndaj Beqarajt është veçuar nga hetimi kryesor, por provat e mbledhura tregojnë se ai ka vepruar në bashkëpunim me autorët e tjerë, duke luajtur rolin e ndihmësit në organizimin dhe realizimin e vrasjes.